Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka pas komshi në Medinë shumë. Apo, prej komshive dhe fqinjeve që i ka pas sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej ensarëve i njohuri Sa'd ibn Ubada. Ka qenë prej zotnikëve të ensarëve. Gjithashtu e ka pas Abdullah ibn Amr, njëri prej sahabive të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu e ka pas komshi Eba Ejubin al-Ansari radhiyallahu anhu, i cili e ka prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe gjithashtu e ka pas Es'ad ibn Zurara, e ka pas komshi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas komshi edhe Abu Bakrin, edhe Aliun, edhe disa prej shokëve të tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë nga. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, kanë qenë sahabët që si ka pas komshi shumë të kujdesshëm mu sill but me komshit e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se duke ditë se sa i do pejgamberi komshit. Domethënë, pejgamberi ka pas fqinj. Sahabët e tjerë të shpërndarë në për vend, në për qytet, e kanë ditë se pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë e çmon hakën e komshisë. Andaj janë sill but me komshit e pejgamberit alayhi salatu wassalam nga dija e tyre se ky shumë e çmon komshiun për më uafru te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shiko sa ja ka ngrit pejgamberi këtë çështje, sillu mirë me fqinjin tem, nëse do mu sill mirë me mua. Kjo ka qenë haki që e ka ngrit pejgamberi alayhi salatu wassalam me fqinjet e tij. Prej asaj që ka ardhur nga fqinjësia e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe komshilloku i mirët i tina, është se tregon Enes ibn Malik, shpesh mirnin vajzat e Medinës defe. Këtu vajzat kanë ardhur Gjawar, kanë qenë vajza në mbylyk. Da gjithmonë mos i ngatrojnë. Jo gruaje e moshës së rritur. Jo, kjo është nuk lejohet në publik kjo më bëha. E lejohet në rena grave vetëm jashta vendeve ku dëgjohet zëri i tyre. Thot dhe thonin në poezi, pra tuknue thonin: Nahnu Gjawari min Benin Nëgjari, ja habbedha Muhammedun min Gjari. Kanë thanë, ne jemi vajza të reja nga fisi Nëgjar. Nëgjar kush është nga fisi Nëgjar? Dajt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nana e vet ka qenë nga ky fis, e ato kanë thënë na jena, domethënë nga fisi i dajallarët pejgamberit alayhi salatu wasalam, pastaj kanë thënë ja habbadha. Sa mirë, sa bukur është me pas Muhammedin komshi. Allahu na mëson me pa në xhennet, se këtu se kemi pa. Apo dhe sa mall është me pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Njëri kur e do di kanë vëzër e merr malli me e pa. E kurse do di kanë se merr malli me e pa. E tash ti kontrolloj zemrën tënde, atë shkon mendja ndonjëherë me thon, o Allah, du me pa këtë njeri sallallahu alaihi wasallam. Sa njerëz për shembull një dos drejtin e ka, mendzi se prit ta shohë. Apo para mendon Muhammedin alayhi salatu wasalam, ku nuk ka njeri më të mirë se ai në fytyrë tokës. S'ka njeri më të mirë se ai. Allahu xhelal na baf komshime ta në xhenetet e tina. A dhe ka thënë ja habbadha Muhammedun min Jari, sa i mirë është Muhamedi kur e ka fqin sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë për ditë thotë Enes ibn Malik, tu knu çështu, dol për mëson dhe i pa. Edhe pingon çfarë po thonë, edhe nitë se than sa mirë është me pas Muhammedin fqin. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ya'lamullah anni la uhibbukunna. Ju ka thënë pejgamberi, ka thënë Allah e di se edhe unë ju du juve. Ju ka drejtuar të në vajzave të vogla, pra komshit e vetë që i ka pas, ka thënë edhe Allahu e di vallahi se edhe unë ju du juve. Kjo ka qenë prej mëshirës që i ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam ndaj fqenjeve të tij dhe ndaj vajzave të cilat e kanë kënduar atë alayhi salatu wasalam. Gjithashtu tregon Aisha radhiyallahu anha për komshit e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinë, thot Aisha, kemi pas shumë komshit të mirë. Kemi pas shumë fqinj të mirë, kur i ka lavdruar komshit e vetë. Andaj edhe prej hakit komshijës është me e lavdruhe. Me e lavdruhe. Dhe me jam lutë me eta. Dhe me jam buluhe diçka e cila e të sënon ata. Apo, thot Aisha, sa komshit e miri kemi pas, shpesh na binin dele e deve, për më u shërbi me to, thonin kryni pun e pastaj na i këtheni prap. Si kanë pas rejnët me audhan, ka thonë sos një pun e pastaj na këtheni prap. Kja e ka llogarit Aisha prej komshillokut të mirë. Që do ta shohim se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka nxit në komshillok dhe fshinësi, sikur që ka nxit në sigurinë mes muslimanëve. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë prej asaj që kanë marrë dietarët në kontekstin e fshinësisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Ndërsa sa i përket fshintësisë së pejgamberit alayhis salam në Mekë, do ta tregoj vetëm këtë rast. Është emocional. Kur ka qenë pejgamberi në Mekë, ju e dini se në Mekë e kanë luftuar, se kanë dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka ardhur pejgamberi, çka si kanë bërë? Pejgamberi alayhis salam i ka pas disa prej njerëzve komshi. I ka pas disa prej njerëzve komshi në Mekë. Për tyre e ka pas Ebu Lehebi. Apo se Ebu Lehebi para se mu bë pejgamber, shumë e ka dashur Muhamedit alayhis salam. Por kur apo pejgamber u ka përmbys, u ka rrotulluar zemra. Apo e ka pas Ebu Lehebin El Hakim ibn Asim ibn Umayya, ki pasaj apo musliman, por se në Mekë kur akon fillim e ka mundu shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka qenë Uqbatu ibn Muayt. Gjithashtu ka qenë Adi ibn Hamra nga fisi Thaqafi, edhe ka qenë Ibn al-Azda al-Hudhali. Këto i ka pas pejgamberi sa komshi në Mekë. Çka kanë bërë këto me Muhamedit alayhis salam? Dhe shoni këtë këshillok me gjithë këtë mundim që ka e kanë bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditëve del pejgamberi alayhis salam mu fal do von afër shtëpisë së vet, që ka dalë për Mekë. Edhe e takoi disa komshive të këtyre. Çka kanë bërë? Tradita e Mekelive çka ka qenë? Ushqimi më i shumë ka qenë therrja. Therrja e deveve, therrja e deleve, therrja e baktive kështu me radhë. Edhe kanë qenë e përmenëm se të aft shumë për me therrë shpejt. E kanë therrë shpejt hajvanet e kanë bogati. Një ditë për ditë e merr njani barkun me jashqitje të kafshës, të delës. Edhe ja gjun para derës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ta munoje. Që këshilloki ka pas në Mekë. Andaj Allahu e nderoj, tha ti ki mu varros në Medinë. Së meritojnë ata. Apo ai Mekë ka lind, me lindja e tij në Mekë. Atë kur e ka shlu Mekën, kur ka mri me një pjesë ku e ka pa si pinalt Mekën, ka thonë oj Mekë sa shumë duhet. Ka thonë don Allahu xhelala dhe je vendi më i dashur te Allahu, kur s'kisha dalë mos më pas përzon. Apo kështu njerëz të këqija, përzon. Apo e Allahu ja i çoi njerëzin më të mirë në Medinë, edhe aty ja bani vorrin. Apo alayhi salatu wasalam. Andaj kur u kthie si çlirues në Mekë, edhe disa ensar than mos po kthehet kin vendlindjet vetë dhe ja nisën më murzit. Edhe për mësall tha çka mendoni ju? Se unë e vin Mekë, kur s'vin Mekë mo? Mo këto më kanë bërzon mua. Erdha e çlirova dhe u kthie me ta në Medinë sallallahu alaihi wasallam. Kur ja kanë nxjerr kët planc, kët bark të kafshës me jashqitje, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndalë para derës së vet, edhe ju ka thonë ja beni Abdi Manaf, o fisi Abdi Manaf, e ju gjevarin hadha, qëfar komshillok jo kjo be? Qëfar komshillok o kështu ti me ma bo? Funi, a jena hasmi, apo ti mu së mze pejgamber e mki armisi, apo a nuk jena kujshia? A kujshia si gjuhët qështu? Apo e sa prej njerëzve i trajton kujshien qështu? Apo del komshia dhe gjenë para vetës vet, gjërat dhe set, nuk i përket me gjetë ato. E qka i tha alayhi salatu wasalam? I tha me majën e moralit, tha o fisi Abdi Manaf, qëfar kujshillok jo kjo? Apo a refuzoni me pas kujshi po? Atëre çoj Allahu xhelalu në kujshillokun më të mirë. Andaj Aisha tha, shumë kujshi të mirë kemi pas në Medinë. Shumë kujshi të mirë kemi pas në Medinë. Kjo ka qenë prej komshillokut të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilën e ka pas në Mekë faktikisht mundues edhe raskapetës. Gjithashtu prej hakut të fqinjit që e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin që ka nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, është se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë hadith: ma zala yusini Jibrilu bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe ka një transmetim më detajl ta përmendim, thot pejgamberi çat shumë një ditë më ka fol Jibrili të më dhanë vasijet, amanet për kojshien edhe fqinjin, sa thash pas ka me trashëguar parë. Apo e dini, njëri trashëgon baba, nana, babgjishi, fëmia, nipat, ka trashëgimia është e njohur në fenë islame. Thot pejgamberi çat shumë janë nisë të më thonë, ki kujdes ku i fshihen, ki kujdes ku mshihen, sa thash, ki po më trashëgoj kam parë. Po baj ka ligj në islam, mu trashëguar parë. Thot njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot një ditë për ditëve e pash pejgamberin alayhi salatu wassalam duke dalë pi shtëpie.
edhe e nalin një njeri, edhe po ban muhabet. Qa gjatë e ka majt, fillova më mërzit, thosh, e lodhi më në ki pejgamberi alayhi salatu wasalam, ti ba muhabet. Ama nuk e di se kush është ai njeri, nga se i Xhibrili ka ardhur në formë njeri, s'ka ardhur si melek. Nuk e duron çënja e njeriu me pa melek, nga se melekun e sheh vetëm ku ti mirë shpirti edhe nuk kthehet më pejande. Lutje Allahu që Allah na lecon momentet e vdekjes. Thot e pash me mësam dhe mudhimt. E atë munue. Edhe pastaj i thash pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, vallahi fillova më mërzit, shumë të lodhi çaj. Në kamë ka marr, tu bë muhabet. Edhe i tha pejgamberi, a e pave? Tha i thash po. Tha e di kush është? Tha i thash jo vallahi se di, e pash me njëri. Tha ajo është Jibraili. Që ka të më kallzu për hakin e komshijës, për hakin e fqinjit, sa që më shkoj menja mësë ka me trashëgu më pare. Pro ka me mrit qatë që nalt haki kojshijës, sigur që ti trashëgon e vladin pare, tha unë e menova se ka milanë dhe kojshijës hak prej pareve, kur vdes njeri. Kjo ka qenë prej hakit të madhë që e ka përmen për nga mberi a.s. në hakun e komshijës. Dhe haki komshijës në gjune pejgamberi sa me ka mri kulmin kur në haxhin lëm të mirës. Pejgamberi alayhis salam sa me ka bëu veç një herë haxhin. Apo një herë ka bëu haxhin. Sot haxhi fatkeqësisht o bë biznes, tregti, monopol, çka s'o bë. Kush ka mundësi vetëm. Njëri shkon 17 herë në haxh, tjetri veç duhet çashtu veç me pas ëndër ai. Apo e kanë ndruar gjëra. Mirë pa Allahu gjela shpërblen si pas një jetër, jo si pas dalaverave. E ka njani dos atje dikan atje, edhe jo, të Allahu gjela nuk shkon. Ka mundësi ti ke shku turizm 15 herë, 20 herë, edhe s'ta ka pranu Allahu gjela as një sen. Apo, për mësëm një herë ka po haqë. Edhe platë vjulemave të vlaj kanë dhanë vetfa që mos me shku për ditë haqë. Edhe i gilan ketë njerëzit fukarat në rreth teje, shkon njeri, shkon ban turizm atje. 50 umre i ka bëjë. Zhi ka mundësi kështu. Apo, e pastaj vllaznitëk e ku e diçka në emër të Allahu xhelalu. Marrëzi. Sa i thënë marrëzi. Apo, jo njerëzullok. E lutem Allahu që Allah të na permision. Për mëson e ka bën një herë haxhin. Një herë, një. Apo, edhe e ka marrë një fjalim gjatë, i thënë khutbe alam të mirës. Se për mëson në çat khutbe ka thënë, unë nuk e di më ju takoj juve. Ku të shihmi në ahiret më. Edhe ka marrë një fjalim të cilën këtë kanë marrë mend, çka ka thënë? Dhe atë fjalim e kam përcjell saf mas safi, s'ka pas mikrofona. Prej fjalimit publik, mbi 100.000 njerëz janë kanë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam para këtë njerëzve ka thënë: "Wa usikum bil jar", dhe po ja u la amanet fqinjin. Selloni mirë me fqinjin. Selloni mirë me komshin. Mos e munoni komshin, thot transmetuesi Ebu Umame, thot hatta akthar, deri sa filloj me shpeshtue. Komshin. Po ju porosis me komshin. Kur? Në haxhin lam të mirës, një herë ka bo haxh, e ka shiru Mekën, dhe tjetra, para se me nis fjalimin, që ka thonë? Ka thonë ngon një mirë, se di ma azatetni. Këni pa dikush kur e di që, edhe përmësam, shumë afer ka ndrujet. Në më viti 90 është shiru Mekja, 11 ka ndrujet, sallallahu alaihi wasallam. Një vjet ka met. Edhe ka thonë, po ju porosis musil mirë me komshijën, se është hak i madh te Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Shuraihi al-Adawi, thot e kanë dëgjuar që do dy veshtë me dhe e kanë pasur të dy sytë me. Në ditë për ditëve duke fol pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në mes tjerash tha alayhi salatu wasalam, kush i beson Allahut dhe ditës së Kiametit, ditës së llogaris, falyukrim jara, le ta nderoje fqinjin. Le ta nderoje fqinjin. Dhe në transmetim tjetër ka ardhur le ti bëje mirë fqinjit. E njëti term ka ardhur falyuhsin, le ti bëje mirë, sikur termi që ka ardhur për babën edhe nanën. Allahu ja thot wa bil walidaini ihsana. Njëtën emër e ka përdorur Allahu ja, ka thënë edhe me komshiun çështu. Se hak i madh i komshisë. Hak i madh i komshisë dhe i fqinjit. Edhe për i transmetuesve të Sahih Buharit ka qenë edhe Ataja al-Khurasani. Kemi folë për një dietar të madh të muslimanit i cili ka transmetuar këto hadithe. Edhe nxënësat i kanë thënë, e hoxh, çfarë haki ka komshia? Ma detale ban. A ka mundsi? Çish musil mirë me komshin?
Atëherë ka thonë dëgjoj. Komenti i hadithit ka thonë dëgjoj. Kur të lipe ndihmë, ndihmoje. Kur të lipe ndihmë, ndihmoje. Kur të kërkoje borxh prej teje, jepi borxh. Kur të kërkoje borxh prej teje, jepi borxh. Edhe kur ta shif se ka nisë me ju ndryshu gjendja ekonomike, u bë fukara, ut të alej, gjut të alej, jepi pare. Njëri thot, le të punojaj, gjithi të nejtaj. Ti mos ja matbe, ka ti shku gjake edhe muskullat. Ti ajte po që s'ka pa, ndihmon Allahu te bareke ve teala. Pas e ka thonë, kur të smuët, interesoju për ta, vizitoje. Dhe kur ta godite, kur ta preke do një hajr, ka do një gzim aj, apo përgzoje. Urimet qoftë, e hajrit qoftë, apo shprehe gzimin ndaj fshinjit tanë. Pas e ka thonë, edhe kur të goditet nga e keqja, ngushloje. Apo, javi sabër. Sabër këpshi, qatë këtë nevojën jam këtu, e kështu më ra. E këto, alhamdulillah, musliman për para i kam pas të zhvilluara shumë. Alhamdulillah, në kanë shumë të zhvilluara, por fatkeqësisht, sot gjejmë shumë gjërat liga. Wallahi gjërat liga. Njerëzit dojnë më vra për parkingje. Magazon udhën, s'magazon udhën. Na e përmendëm, hëpra po e përsërisim. Vorri stik. Ta jep dikush sadaka. Apo, sa njerëz thotë, që kjo toka eme, 5.000 metra ketë për varreza. Mos u tut për atë punë. Edhe ma tolerant. Ki kujdes. Sidomos me komshia. Komshia ka hak të madh Allahu te bareke ve teala. Pas e ka thënë ata el Khurasani, ka thënë dhe kur të vdesë e ki hak me ja përcjell, xhenazë. Pas e ka thënë kur të ndreqësh shtëpi, mos i hip për mikryje. A kjo o bo fesadi tash më i madh. Apo sidomos me këtë ndërtesa. Kanë bo, ai thot biznes o gjo. Biznes, apo? O që ka mundë që i biznes, vla, ti i ke hin njerit moral, i ke hin njerit në balkon në shpije, apo don. Ai s'është rahat në derin e vetë, s'është rahat me grën e vetë. Apo, ne do çka me vo? O çish ka me vo? O kumet Allahu xhelalu ala, kumet pejgamberi se, kumet llogaria për para Allahu xhelalu. A vetë pse e ki dos dikanat jemrena? O ka mund ndryshuar vallahi edhe Tita u kanë çdo një ditë. Edhe Hitleri u kanë në Gjermani një ditë. Edhe Stalini u kanë një ditë në Rusi. Apo, ama kanë ndryshuar gjërat. Allahu xhelalu nuk ja zgjat kur kujna pushtetin vallahi. E si do të jetë atë ditë kur s'do të kenë pushtetin njerëzit? Andaj ti kanë frikë Allahu xhelalu ala të sot u hin hak e njerëzve. Ka thënë alayhi salatu wassalam hadith, kush i hin hak në tokë, e merr pa të drejtë, e uzurpon në tokë, ja ngarkon Allahu në shpinë në ahiret 7 palë. Maj thot. I bëu disa njerëz ngjihen me toka. E maj për mi shpinë tash në ahiret. Ama ato ranojnë në ahiret. Shkarkoju, liroju. Shko për Allah, ka dek Muhamedi alayhi salatu wassalam me borxh. Ja, ju s'ka lën pare. Shpinë vetë s'ka pas pare. Ka dek me borxh. E sa njerëz vdesin e pastaj përlahen fëmijët e vet se kush ka më marr këta, kush ka më marr ata. Ka thënë kur ndërtosh shtëpi, la tastatil alay. Mos i hip gryje. Mos i hip me mjazon frymën. Pastaj kanë fatahjuba anhu ar-rih, mos janal erën. Andaj e ka dalë njani prej perandorave të persianëve, e ka dalë një fukara, ku kanë thuhet për njerëzve të urtë, edhe i ka thonë, a ki diçka me të dhanë, me të një mu, unë e si mbrajt, a do me të një mu e? Ka thonë po, veç një sen. Largojo pi udhës, shlo ma dilin. Këti po disa njerëzve, a do me të një mu e? Hiqbe, veç largojo, veç zullum më së mbanë. Prej te e kur gjos du. Ti veç më s'mazen mu dritën e Allahu që ha pa fare, oksigeni më s'mazen, edhe si të mund është më s'me marë këtu të shpia, me ma ndërturin ndërtes të madhe. Se është marzi, që kaq. Jo, më menova për pare, heq duhet pare të tua. Apo, s'ka kajrë pi pare dhe sëtë uzurpohen pare. Pare i hajnë të nderat e njerëzve. I hajnë pare të jetimeve, pare të punëtorve, pare të njerëzët mundohen me jetu e jetën me halal, shkon dikush i uzurpon ato. Çka tha, mos janal erën. Çka i tha kimbretit? Kur gjas duon bret. Ves, a ban dillin, se ki ashtu sa joti ki. Largoma, mos u hip për një çaf. Pastaj tha ata el Khurasani, ka thënë edhe mos i ban dam fshinjit tan me aromat e gjellave tua. Shiko, kjo janë musliman. Muslimani i cili edhe njëri thot, po tashur edhe gjellë, po, ja s'ka këtë filozofina.
As ban me lut me këtë punë. Njëri thot, po ne të punojë be, keni pa komunistat? Po ne të punojë be, shkarrri çdo ditën. Po çe vetë dikush punohet, vallahi mitet të punu. Po se ka arenin tan. Se ka shkruajt Allahu xhelala. Ha, hin lexoni sa halo pandit, hiç pa punuar. Hin lexo sa ha balena ndit, hiç pa punuar. Ha për një qytet këtë vet, një ditë e ka haje, çaç. Ajo si ti çka ha, në sabah në akşam, ajo e ha për këtë qytetin bashk vet. Kur ka punuar ajo? Kur ka punuar? Allahu xhelala ka bërë rrezik këtë punë, apo sa ahmaki ka trashëgu parë. Ha? Hin lexo. Ja ka lënë baba 1 milion. Ai s'di as me shkruajt as me lexuar. I thënë bëma çtu gishtin në çtu. Ai s'di as ku me nuk ishte. Pse? Thonë se baba ajo do konzengin merri parët e tua. O nuk është Allahu, andaj kur e vetën Aliu i than, si ka mundësi ti burri madh e prisi muslimanëve e fukara, si ka mundësi? Çka tha? Allah i ka dorë rrezikut. Do i kanun kolet, do i kanun mene. Zgjedh. Çaj luti Allahu xha. O Zot mush pa koletën. Po ta mushaj. Wallahi Allah nuk shterët Zoti subhanahu wa taala. Mirë po këtu li për Allahun. O Zot jep më mrena, jep ti shoxharat me urtësi, jep ti shoxharat me islam, më jep ti shoxharat me iman. Më jep t'ja u di njerëzve hakin, mos ja u ha hakin. Ose mund sot t'ja shkeli njerëzve të drejtat e tyre, sepse koletat muzën e sprazën, apo shikoj njerëzit tash, o xho thot, kjo puna në Ukrainë hiç sa mirë. Hiç nuk ka mirë thot. Vaj, zejtini, nafti, o mos e kibe këtë gajle ti. Mos të ka ngarkuar Allahu xha me këtë gajle. Apo shikoni fëmijën. Shko ti marrën një fëmijë dhe thuj, fëmia në tushmëria e pastër e Zotit. Apo atë tushmëria e pastër. Marrë fëmijën thuj, shumë ka i vaj. As me thot bema ti mu e bukur, mos më ka Zoti mu, a ka i pas ka i. Me këtë siguri kanë jetu sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ande kur e vetën disa prej sahabëve të tabiinëve i than, janë rrit çmimet. Buka. Çka tha sahabët? Thanani dhe sa u ka vë? Supozimisht ta zonë sa ka 20 denar, u ka vë 50. Thani ai çka ti ka çu 20, ti çon tash 50. Çka është mesela? Jani thot, shumë jam të bërcell. Kur ta mushin naftën namaz 12 para 12. Apo hiç mos u merr tek me të punë. Vallahi mos u merr këtu. Pse ti a ke ditë që ka mos zbulu naftja? A ke ditë para 300 euro a ka ditë që ka mos zbulu nafti? Jo, e na miti luksi, na miti komoditeti. Çka tha? Tha mos e mundo kojshijen me erën e këndshme të gjellrave tua. Ka thonë e nëse ban diçka, atëherë çoj edhe atina. Nëse ta kanë erën, çoj edhe atina. Ka thonë dhe kur të blesh në pazar, shiko. Dhe kur të blesh në pazar, ku ti mushës qesët, subhanallahu il-adhim. Sot Ramazan njeri munohet, apo edhe kojshidhet, hasni momo kojshidhet së njëm t'i majt. A sa fukaraja dhe zë s'kanë niftar shka me shtruhe. E lusë Allahun që Allah të në përmirëson të gjithë dhe ti nirmon fukarat e muslimanëve. Thot, ata el Khurasani, kur të blesh diçka në pazar, ka thonë i ki di mundësi. Ose ja len i kese dhe atyne, ose ka thonë e prit momentin mës me të pa. Ka thonë edhe e vlatë të tu, ju thue hani mrejna jo jashtë, se i munon i kujshit. Me këtë ndjesit hol, ka jetu e musliman e parë në kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.